Në Hagë, në gjykatën speciale, po mbyllet gjyqi ndaj shkrimeve të UÇK-s, 45 vjet burg për secilin prej tyre. Një koment për procesin dhe për këtë pretencë të prokurorisë. Si ju duhet tani? Absolutisht skandaloz, po ta ndaj me pak pika që ta kuptojnë gjithë. Gjykata u bë për trafikun e organeve, prokuroria nuk ka gjetur asgjë për trafikun e organeve dhe se ka pretendim. E dyta, gjykata u bë për krime individuale, asnjë nga këta të katër që ke vendosur mas shpinës time nuk ka asnjë akuzë personale, as për vrasje, as për inicim vrasje, as për frymëzim vrasje. Këta po dënohen sepse UÇK-s i është vërtetuar që ka pasur tortura, izolime, sepse vrasjet nuk janë vërtetuar gjitha, dhe për këta katër, si drejtues lartë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, po dënohen me nga 45 vjet, po kërkohet 45 vjet burg për secilin. Komandantët e tjerë, zoti Rakipi, që kanë shkuar për raste konkrete në Hagë, dhe gjykata ndërkombëtare e Hagës i ka shpallur të pafajshëm, nuk vuajnë. Se njësoj duhet vuajnë ndata, se komandantë ishin në të njëjtat pozicione, po vuajnë vetëm këta të katërt. Është dalje nga jo, unë jam shokuar me fjalën e prokurorit, i cili është komplet jashtë kontekstit, i cili deklaroi që Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli kanë futur nga këto si raket hedhës, me të cilat janë goditur këto stacionet policore serbe. Po stacionet policore serbe, instalimet ushtarake serbe, janë goditur me raketet e NATO-s. Pse shkom ti tek raket hedhësi që ka futur Hashim Thaçi në kurriz nga kufiri Kosovës, kur gjithë bota ka goditur me raketa? Kjo është një çmenduri. E dyta, i kërkon llogaria Hashim Thaçit pse në vitin 1994 ka ndërmarrë akt kundër policisë serbe. Hashim Thaçi për atë është gjykuar Serbi, është dënuar me 10 vjet burg, nuk i ka bërë dhe ata kanë dalë në luftë me Serbinë. Wesley Clark tha diçka shumë interesante. Tha raporti midis legjitimes dhe jo legjitimes nga njerë është një fije. Sepse baballarët që themeluan Amerikën, po mos ishin ilegal, që dolën kundër Britanisë Madhe dhe për këtë quheshin terrorist, nuk do kishim sot Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo jo? Sepse aty ishte Britania, sundonte ligji britanik, ata u ngritën mbi Britaninë dhe për këtë. Edhe ne, po mos ishin ngritur këta persona kundër ligjit të Serbisë, sot nuk do kishim Kosovën e pavarur. Dhe unë kam frikë që ata po tentojnë t'i dënojnë. Do dënojnë, thua? Unë kam frikë se po tentojnë t'i dënojnë. Po tentojnë dhe dënimi i tyre do jetë një njoll e zezë në historinë e UÇK-s dhe të Kosovës. Që tani nuk pyet me për njollat zeza. Po tani nuk pyetet, por ne flasim prapë për një raport. Tani harrova të thosha unë ty se kalon te kjo këtu për aeroporti i Vlorës është paralizuar për shkak të konfliktit mes aksionerëve. E keni ndjekur ç'më ndonte? E kam ndjekur, ka pasur dhe intervista me dy. Aeroporti i Vlorës sot është data 16, mos gaboj? 16. 16. Po 16. Në datën 20, në bazë të koncesionit, duhet t'i dorëzoj shtetit shqiptar. Dhe në datën 21 shkurt, duhet të dorëzoj shtetit shqiptar. Dhe duhet dorëzoj, në datën 21 shkurt, duhet këshin filluar fluturimet. Sot që po flasim bashk, unë nuk më rezulton që aeroportit jetë funksional. Në bazë të kontratës, ata dënohen me 10.000 euro gjdo muaj që vënojnë, deri në 3 muaj më mbrapa. Pas 3 muaj nuk e di çfarë parashikon kontrata. Tani, unë nuk merrem me ortakët, sepse ortakët kanë një konflikt mes tyre, të cilët duhet ta zgjidhin në mënyrë juridike, apo jo? I thua shteti? Po pa diskutim, shteti ka garanci kur jep një ndërtim të tillë të këtyre përmasave, sepse ti nuk e ke idenë sa biznes plane janë bërë në zonën e Vlorës e rreth e rrotull, duke marrë parasysh aeroportin që do vi aty. Nëse aeroporti këtë vit nuk funksionon, u tha që do funksiononte që vjet, se ti e mban mend, në maj të 2025-s u inauguruan fillim fluturimi i parë. U tha që në qershor do fillonin charterat, nuk filluan. Tani, se ç'ndodh mes Pacollit dhe Ademit është një çështje e tyre që ta zgjidhin vetë ligjore. Shteti shqiptar si duhet reagojë? Shteti shqiptar herë tjetër duhet të jetë shumë i kujdesshëm me kontratat dhe me personave që ju jep ndërtimin e aeroportit. Tani, në fundit ti e qytetari shqiptar, ç'të duhet ty se çfarë sherri kanë dy investitorët me njëri tjetrin? Ti do aeroportin apo jo? Nëse mundeni në çastin e fundit në pyes se harrova Fevziun për mëngjesin e lutjeve ikën shumë që nga Niko Peleshi e të gjithë edhe nga Partia Demokratike Vraporin të gjithë qeshnin, buzëqeshin aty sikur dilnin fotografi. Bënin fotografi të shumta që na i sillnin prap këtu. Ka ardhur kohë të çmendur e fotografive. Po e keni atë foto që kur ta mbyllun pra fare pak minutash me Fevziun, ma nxirrni atë që themi në një batuta në një fjali. Tani ko Instagrami është. Ko Instagrami është. Ko Instagrami është gjithë, po nëse e gjeni të më afroni, më thoni që e gjetët. Edhe ta mbyllun me Fevziun. Tani, drejtësia Fevzi, mua më duket sikur nuk ka lidhje me fare me drejtësinë. I spakun, për 20 veta është... Drejtësia... 0,7%. Më lërë ta them. Drejtësia është dështimi më i madh, reforma në drejtësi me përjashtim të spakut, i cili ka arritur rezultate konkrete, po që është 0,03% e drejtësisë shqiptare,
për 99% e drejtësisë shqiptare nuk përbëhet nga SPAK-u, është katastrofë. Afatet e gjykimit çështjeve janë dyfishuar, njerëzit rrinë rratë të mërshme, gjyqtarët detyrohen të kenë nga 800 dosje për të gjykuar, që është jashtë logjikës. Në qoftë se kjo ka qenë reforma në drejtësi, për të ndihmuar qytetarët nuk funksionon. Nëse kanë pasur parasysh në dëshkimin e zyrtarëve të lartë, kjo deri diku ka funksionuar, deri diku. Sepse edhe aty janë dënuar persona, por deri sot nuk është gjetur asnjë lek i vjedhur. Flitet për miliona, por nuk është rikuperuar akoma asnjë lek. Tani, nëse ma gjithë të fodën pas një minute, si të shkojnë udhëtimet Fevzi, se të pash i kështë hyrë në një tren shumë të tmerrshëm në Pakistan. Ishte vend shumë i rrezikshëm. Po mund të bjerë dhe mund të larg qoftë Fevzi, se njerë ndodh ajo. Dhe ikën njerë, se ne kemi idenë që mund të vdesim disa herë, ore. Ishte shumë e çuditshme, unë isha në xhamin më të madh. Sidomos politikanë shqiptarë kanë idenë që do vdesin 10 herë, 15 herë. Këtu më pas në Lahore, po isha kishin tren ylli. Ja ti ke hyrë këtu tani, çfarë ishte? Tren britanik. Lahore. Po. Po e kishin tren. Ky nuk punon, Jo, punonte. Treni. Po vetëm ti që pasager? Po jo, ishte momenti që s'kishin filluar pasagerët akoma. Ishte çuditshme se tani në gjithë këto vende që s'ke lënë vend pa shkelur, Lulbashën e ke pa që kundi se shtuku nuk është fare këtu. Lulbashën. E pash në një video po ante Byrek. Si video? Byrek ka 20 vjet e Byrek. Po ante një Byrek tani e pash dikun. Ore vërtet, ku është Basha? Se më kujtove. Pash një në Pakistan që i ngjante, po ishte më e zmerr, kështu që s'besoj se ka qenë Basha. Ti tani nuk i mban më duart për këto vizitat. Vazhdon me të gjithë fuqinë, ha? Jo, më sa mundem. Pakistani nuk është kollaj. Shpërtheu një bombë mbylli 4 kilometra nga aty ku isha. Edhe që më ndodhi? U vrani 70 vet. Pakistani popullat e madhe. 250 milion. Pas Indisë. Po ishin shumë të Pas Indisë është Pakistan. Ata gjithë natën e kanë me Indinë, India është 2 miliardë aty. Dhe se arrin do t'kur. Ky është problemi. Ti vazhdove dhe Lulbashën që kundin në botë. Po ju e keni parë? Nuk e di, po ndoshta këte mos e këte ri nga vendet nga Po se keni ftuar në emision pse? Nga Hollanda këte. Dhe do ta marrë pas si të mbarojmë bashkë, mbaroj dhe pjesën e dytë, do më vërtet e kam. Po, mund të jetë një shikim ndryshëm. Unë mendoj që më kot nga të gjithë këtu Lulbasha e ngrër. Se këtu shumica e anë plot Fevza, po që më kot se që e ngrë Lulbasha a se kuptoj si erdi dhe a se kuptoj si hoqë. Sidomos si iku nuk e kuptoj fare. Të dyja nuk i kuptoj. As si erdi, as si erdi. Fare. Betej kur erdi. Bëri betejën për zgjedhjen. Mos ma gjetët atë foton që ta mbyllni mos se gjetën të atë, ha? A flet për atë selfin që bënin të gjithë? Selfin mo që dolin ata, nuk e kini. Thuaj se kemi dhe e mbyllun tani me Fevzon se. Po bukur këshin dalë ata ylli. Bukur këshin dalë. Kishin dalë të gjithë aty dhe Fatmir trishtuari, dikush ishte? Ja. Fatmir Mediu. Pse? Po se kishin bënd të tjere të shumë fotografi. Se fotografit i ka ekskluzivitet ai, o zotri. Nuk ka lidhje fare. Të gjitha fotot i bën ai.